الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Të nderuar xhamat, do të vazhdojmë me izin e Allahut subhanahu wa taala në shpjegimin e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu rahimahullahu taala në librin e tij Al-Adabul Mufrad. Te kapitujt më të gjatë të këtij libri, Imam Buhariu ka sjell duat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, lutjet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe ndër të tjerat ka sjell vlerën e lutjes, të cilën e shpjeguam në hadithin e Abu Bakr Siddiqut radhiyallahu an, ku I kishte treguar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se shirku është ndonjëherë edhe I fshehtë në këtë ummet. Dhe ja ka shpjeguar pejgamberi alayhi salatu wasallam Abu Bakrit edhe mënyrën dhe zgjidhjen nga ky problem, duke I thënë se kjo është duaja që e ruan besimtarin nga shirku I fshehtë. Mirë, po shumë është interesant të ndëruar xhamat se Imam Buhariu të gjitha kapitujt I ka me tendencë, me qëllim, don me na thonë diçka. Njeriu të ndëruar xhamat për nga natyra është I dobët, është I varfër, është fukara, por me mençurinë që e ka dhënë Zoti, shpeshherë manovron me këtë fukarallëk, nuk e shfaq, nuk e tregon. Njeriu të ndëruar xhamat nga krijesat e tjera, Zoti ja ka dhënë këtë tokën. Njeriu është frimor, pi oksigjenit to. Njeriu me ujë, I duhet ujë. Njeriu është me takat, I duhet temperatura -36. I duhet ai niveli I ujit kaq minet. I duhet çdo sa minet prej qelizave në vendin e vet, një çrregullim I vogël e poshtë njeriu dhe e shkatërron. Mirë, po njeriu këtë dobësi dhe këto matje I ban që nuk janë. Zemra e tij pompon vazhdimisht dhe kjo është nevojë. Është nevojë me pompu ajo vazhdimisht. Dhe pastaj këtë mirësi që I shfryzon prej Allahu subhanahu wa taala, ai shpesh ardhin me ja përkatsu vetës, mençurisë së vet, idesë së vet, shkollës së vet, takatit vet, inxhinierisë vet, themeleve të veta. Mirë, po Zoti I Madh xhelel xhelal na tregon në Kur'an se të mirat vijnë prej Allahut. Thot Allahu xhelel xhelal në Kur'an: "Fama bikum min ni'matin fa min Allah." S'ka ndonjë begati që ju e gëzoni. Vini re të ndëruar xhamat. Nuk ka ndonjë begati që ju e gëzoni, asnjë mirë që ju e gëzoni, veç pi Allahit është ajo. Wallahi nuk është pse je më I mëshëm. Wallahi nuk është pse je më inteligjent. Është pi Allahu subhanahu wa taala. Të jep Allahu rrezik pse ka dorë Zoti I Madh xhelle xhelalu. Allahu subhanahu wa taala I kshir zemrat e njerëzve, mirësinë e tyre, shpirtat e tyre. Andaj e ka sjell këtë kapitull Imam Buhariu, babu fadlu dua, kapitulli vlerës duat, të lidhemi me Zotin e Madh xhelle xhelalu. Andaj kur e mësoi Abu Bekrin për murujt pi shirkut, pasi ja shpjegoi teori, nuk I tha: "O Abu Bekr, ti je I mëshëm, ti je inteligjent, ti kupton holl. S'ka nevojë me thënë në tije Allahumma inni a'udhu bika kadha wa kadha. S'ka nevojë ti me thënë o Allah rujëm. Sikur që e thojnë plot, çka më duhet unë me bo dua vëlla? Çuna budall kasha. Po na spesho gropona, po na spesho. E mos ani thot, e patazon që ke dish se pash. Patara që ti se pash vëlla. Pa nuk e shajë nuk shefa, sepse ku të vete kaderi Allahu subhanahu wa taala, tërhiqet çini, tërhiqet veshi, tërhiqet menja, këtë tërhiqën. I thojnë kaderit, urdhro, vepro. Kretë kapacitetet e tua neutralizohen në momentin që ka Allah thot, naluni,
tash ki ka me bo që ta. Qash ka me ndodh kjo? Për këtë arsye të ndërum xhamat. Ka thonë alayhi salatu wassalam, kaderin veç duaja është tin. Kaderin veç duaja është tin, jo menja jote, jo kapaciteti jot. Andaj minjer kapitullin e radhës ka e ka cilë Imam Bukhariu, që ka thonë babun e dua inda rih, kapitulli duajës ku të frinje era. Çka me thonë ku frinje era? Shiko këtë lidhje mes fenomeneve natyrore dhe duajës dhe inteligjencës njerit. Kur të frinje era është prej ushtrisë Allahut. Era është prej fuqive të Allahu subhanahu wa taala. Elshon Allahu subhanahu wa taala donjëherë me re, donjëherë me shi, e donjëherë me azab. Apo i ardhëzon njerit kulmin e shtëpijës, tjetrit ja s'ja prek. Pse? Ka dorë Zoti i Madh xhelle xhelalu. Andaj të ndërum xhamat, kapitullin e radhës e ka sjell për të argumentuar se ne jemi të rrethum me fuqi që nuk bëjnë inteligjencat tona dobi karçi asajna. Transmeton Enes ibn Malik nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se kur frinte erë e fort e bënte këtë dua: Allahumma inni es'aluka khayraha wa khayra ma ursilat bih. Ka thonë, o Allah, kërkoj khajrin e kësaj ere, khajrin e kësaj fryme dhe khajrin që është dërgu me ta. Se era e sjell mjegullën, era e sjell ret. Ato ret çka sjellin me veti? Ka mundësi sjellin shi, ka mundësi sjellin dënim. Ka thonë, o Allah, kërkoj khajrin e erës, le të vjene let, le të vjene but. Ka thonë dhe khajrin e asaj sa e bajnë me veti, i bajnë ret vazhdimisht i hec, kush hec? Era i hec. Pas e ka thonë, wa a'udhu bika min sharriha, o Allah, kërkoj të më ruash nga sherri kësaj ere, nga sherri kësaj frime, wa sharri ma ursilat bih, dhe sherri asaj që ka e bartin me veti. I po njerëzit strehohen kokërriz të gjë. Si shturash i po kokërriz. E pse u shtrehove? Mashallah te barekallah, doktorti, ti meqëm, në të meqëm jena. Të ndërum xhamat, ta kuptojmë se me Zotin nuk bën dobi me quria, s'bën me dobi takati. Kiç ka bën dobi cila o Allah na ruaj. Keni pa ku lëshon shiun, e shon edhe pak më tepër, vërshon edhe pak më tepër, por rahmeti Allahit e nal. Me vazhdu qashtu, e mlon me shkup me krejt, komplet e mlon. Rabbul Alemini e lëshon, Rabbul Alemini e nal. Ne jemi mësu me rahmetin e Allahut. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam thonë në hadith tjetër, kapitulli radhës, la tasubbu rrih, mos e shani erën. Mos e shani erën sa ajo është prej ushtrisë Allahut. Ata Allahu e dërgon. Veç bani dua. Bani dua Allahut ja çoje khairin e kësaj ere, dhe jo sherrin e kësaj ere. Sa shiu të ndërum xhamate ka dëmtu njerin, sa era e ka dëmtu njerin, sa fenomenet që cilat i çon Allahu subhanahu wa taala tek njeriu për ta alarmuat, për ta mësuat, ai nuk e merr mësimin e vet. Prap kur dale mbregdet e haron Zotin e Madh xhelle xhelalu. Prap kur dalet frima thot, keni patë na, kemi pa na vet njerzit kur frin frime modhe, erë fort, shi i madh, minjare nal muzikën nale thot. Nale thot se na mur këtve. Si të rahatohet havaja, si të hekën mjeglat, apo del dilli, shlohet atë, a pështuma, ju khadi'un Allahe, walledhina amanu, e ma jakhta'un ila nfusahum. Allah i thot munon me mashtru Allahin, s'mashtrohet Zoti xhelle xhelalu. Ai që e nale, e di që ti kime shlu prap, po eto, se ta shoj, alarm, ka dale, o burë, nale, vetima, do të vim të kapitulli vetimës. Pse e qënë Allahu vetimën? Për e kalzue, me azab të Allahit kërkush të ndel karshi, me faktet Allahit kërkush nuk mundet mushtije. Andaj të ndërum gjohën, jemi të rrëthum me fenomene dhe dukuri për të i fuqijës tonë, për të i takatit tonë. S'muna minal ato, s'mun është me nal me tra drumri për mikri, s'un e nal ata, Rabbul Aleminive që ka ndorë. Që ka në ngelet neve? Duaja. Për këtë që e ka lidhë Imam Bukhariu, kapitullin e duajës të Ebu Bekri, që ruju me dua, dhe kapitulli erës, së është jesh kapacitetit tanë, për të ta thonë tyje, se o insan, o robi Zotit, nuk është me kapacitetet e tua, nuk është me themelet e tua, nuk është me qatin tane, ka dishka përmi qati, ka dishka nër themelin tanë, ti themelin ku e kinu në tokë, pa kur po dridhët toka dhe qatë themel pele, për del jashtë. Andaj s'kemi ku hikim pi Allahut, përveç sikur që ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fafirru ila Allah. Ikni te Allahu. Ikni
te Allahu. Sikur që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "A'udhu bi ridhaka min sakhatik." Kërkoj mbrojtjen me kënaqësinë tënde nga hidhrimi jot. Wa a'udhu bika minka. Dhe kërkoj mbrojtjen te ti prej teje. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu mos na dënon për shkak të gjunave tona, sidomos në këtë kohë të verës, ku njerëzit bëjnë më shumë gjunahe se dimrit për shkak natyrës së stinës. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu t'i ruan të reja dhe të rritë e muslimanëve. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala na mundson që gjithmonë gjuhët tona të jenë të lagura me dua ndaj Zotit, me lutje ndaj Zotit. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon te bareke wa taala na mundson që asnjëherë mos t'i harrojmë begatitë e Allahut. Ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për begatitë shumëta. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu na ruan nga shirku i fshat, nga shirku i qartë, sikur që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Zoti jon xhel xhelat na ruan nga çdo fatkeqësi, nga çdo dënim, nga çdo mundësi që ne ja japim me gjunahet tona dënimit. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Zoti jon xhel xhelalu ti pastron zemrat tona, ti kullon zemrat tona, ti pastron shpirtat tona, ti pastron trupat tona. Ta ban Allahu subhanahu wa taala pe muslimanëve të devotshëm, të cilët i mbushin fletat e jetës së vet me vepra të mira, me vepra të imanit, të cilat i gjejnë të shpërblyera te Allahu subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم أصلحنا واصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها مآلنا يا رب العالمين اللهم عليك بالظلمة الفسقة اللهم اضرب الظالمين بالظالمين والمجرمين بالمجرمين ونجي المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة